Planoj zoti Kurti një Pranoj që nuk janë të shkëlqyeshme, janë shumë të mira. Ai duhet me kon shkëlqyeshme zoti. Duhet me qenë të shkëlqyeshme, patjetër. Ai tha një sofizëm, tha për shkak se Amerika ka vëmendjen diku gjetë. Nuk është ashtu, nuk është ashtu. Kemi pat qëndrimet ambasadës amerikane, kritike të forta ndaj. Unë jam kritik sa drejtim sa i përket këtyre marrëdhënieve që duhet të jenë super të shkëlqyeshme. Sepse populli i Kosovës është falendërues për jetë. Dhe këtu është roli, shikoj edhe një herë, unë kam pas shumë kritika. Mirë, po këtë që e pas unë mendoj që nuk ekziston. Unë kam pas shumë kritika për atë bashkëjetesën Osmani Kurti. Por në pikpamje të mbajtjes hapur të derës së Amerikës për Kosovën, ai ka patur rol kryesor. Në të vetmin takim që ka patur Kurti me Blinkenin, ka qenë bashkë me Osmanin krah. Unë pajtohem për sukseset e zonjës Osmani në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila fatkeqësisht e ka zaventsu ministrën e punëve të jashtme në shumë raste, për shkak se e njëjta nuk i ka kryer. Atë shteti vogël është ky. Patjetër, megjithatë,